E bia e Ebu Bekrit, radiallahu anhu. Ajo është e bia e Ebu Bekrit, thoshte i dërguari i Allahut, sallallahu alaihi wasallam, me një fytyrë të gëzuar nga dashuria dhe admirimi për Aishën, radiallahu anha, duke parë intuitën e saj të shpejtë dhe qetësinë e saj me gjithë moshën e saj të re, ndërsa mbrohet me forcë dhe elokuencë, pasi kishte dëgjuar ato që ishin thënë për të. Bashkëshortet e profetit, sallallahu alaihi wasallam, ishin ndarë në dy grupe. Grupi i Aishës, radiallahu anha, që kishte me vete Hafsan, radiallahu anha, Seuden, radiallahu anha, dhe Safijen, radiallahu anha, të cilat ishin në anën jugore, kurse grupi tjetër ishte ai Zejnebes, radiallahu anha, dhe Umu Salemes, radiallahu anha, që kishin me vete edhe Umu Habiben, radiallahu anha, Gjubejrien, radiallahu anha, dhe Mejmunen, radiallahu anha, të cilat ishin në anën veriore. Ensarët që banonin rreth shtëpisë së profetit, siç ishte Sad ibn Muadh radiallahu anhu, Sad ibn Ubade radiallahu anhu, dhe Ebu Ejub el Ensari radiallahu anhu, sillnin shpesh dhuratat e i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, pasi ishin komshi me të. Njerëzit e dinin tashmë dashurinë e të dërguarit të Allahut për Aishën radiallahu anha, prandaj kujdeseshin për dhuratat e tyre, t'i dërgonin pikërisht në ditën kur pejgamberi ishte tek Aishja radiallahu anha, që ta gëzonin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Grupi i anës së veriore u mblodhën tek Ummu Seleme radiallahu anha, pasi ishte më e madhe mes tyre dhe gëzonte shumë respekt tek i dërguari i Allahut dhe i thanë: O Ummu Seleme, njerëzit kujdesen që dhuratat e tyre t'i dërgojnë në ditën e Aishës, por edhe ne duam këtë të mirë njësoj si Aishja. Prandaj foli të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që t'u flas njerëzve dhe t'u thotë që kush dëshiron të më bëjë ndonjë dhuratë, le të më sjellë atë në shtëpinë e bashkëshortes ku gjendem. Kur erdhi dita që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon tek Ummu Seleme radiallahu anha, ajo i tha: O i dërguari i Allahut, shoqet e mia më erdhën në shtëpi dhe më thanë: njerëzit kujdesen që dhuratat e tyre t'i dërgojnë në ditën e Aishës, por edhe ne duam këtë të mirë njësoj si Aishja. Prandaj urdhëroi njerëzit që t'i sjellin dhuratat aty ku gjendesh atë natë. Profeti sallallahu alaihi wasallam u kthye nga ana tjetër dhe nuk ju përgjigj. Shoqet e saj erdhën përsëri tek ajo dhe e pyetën se çfarë i kishte thënë i dërguari i Allahut, dhe ajo u tha: Nuk më tha asgjë. Ato i thanë: Foli përsëri. Kur erdhi dita që pejgamberi shkoi tek Ummu Seleme radiallahu anha, ajo i foli përsëri, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ju përgjigj. Shoqet e saj e pyetën se çfarë kishte thënë i dërguari i Allahut, dhe ajo u tha: Nuk më tha asgjë. Ato i thanë: Foli përsëri derisa të flas. Kur erdhi dita, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi tek Ummu Seleme radiallahu anha, dhe ajo i foli për herë të tretë. Pejgamberi tha: O Ummu Seleme, mos më lëndo për Aishën, sepse pasha Allahu nuk më ka zbritur shpallja, ndërsa isha në organin e ndonjërs nga ju, përveç asaj. Ummu Seleme radiallahu anha i tha: Pendohem tek Allahu dhe i kërkoj falje atij që të kam lënduar ty, o i dërguari i Allahut. Shoqet e saj e kuptuan se ajo nuk do t'i fliste më pejgamberit për këtë çështje, kështu që i kërkuan Fatimes radiallahu anha që të ndërmjetësonte tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje. Ato zgjodhën njeriu më të dashur për pejgamberin për këtë ndërmjetësim dhe i kërkuan asaj të shkonte tek pejgamberi dhe t'i thoshte: Bashkëshortet e tua kërkojnë që të mbash drejtësi në raport me vajzën e të birit e Ebu Kuhafes, Ebu Bekrit radiallahu anhu. Por kaluan disa ditë dhe Fatimia nuk po e bënte këtë. Prandaj Zejneb bintu Gjash radiallahu anha shkoi tek Fatimia radiallahu anha, i foli dhe ajo i tha: Do ta bëj unë këtë. Fatimia radiallahu anha shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkoi leje të hynte, ndërsa ishte në shtëpinë e Aishës radiallahu anha dhe ishin shtrirë dhe mbuluar me mbulesën e saj. Ai dha leje të hynte dhe ajo i tha: Bashkëshortet e tua kërkojnë që të mbash drejtësi në raport me vajzën e të birit e Ebu Kuhafes. Profeti i tha: A Zejnebja të dërgoj? Ajo i tha: Zejnebja dhe disa të tjera. Ai i tha: A ajo e mori në dorë këtë çështje? Ajo i tha: Po. Pejgamberi buzëqeshi dhe i tha: O i vajza ime, a nuk e do ti atë që e dua unë? Ajo i tha:
Sigurisht që po, i dërguari Allahut. Ai tha: atëherë duaj e këtë. Dhe i bëri me shenjë nga Aisha radiallahu anha. Pasi e dëgjoi këtë nga profeti, Fatimia radiallahu anha u ngrit dhe u kthye tek bashkëshortet e pejgamberit për atë që i kishte thënë ajo profetit dhe atë që ishte përgjigjur. Ato i thanë: o i bie të dërguarit të Allahut, duket se nuk na e ke zgjidhur dot problemin ton. Prandaj ktheu tek i dërguari i Allahut dhe thuaj: bashkëshortet e tua kërkojnë që të mbash drejtësi në raport me vajzën e të birit të Ebu Kuhafes. Por Fatimia u tha: pasha Allahun, nuk i flas atij për këtë gjë. Atëri gratë thanë Zejnebes: shko ti tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, për shkak të afërsisë që kishte ajo me të dërguarin e Allahut dhe për shkak të pozitës së saj që ishte pothuajse e njëjta me Aishën radiallahu anha. Zejnebia radiallahu anha shkoi tek pejgamberi dhe i kërkoi leje të hynte, ndërsa ishte në shtëpinë e Aishës radiallahu anha dhe ishte mbuluar me mbulesën e saj, në të njëjtën gjendje që i gjeti te Fatimia radiallahu anha. Ai dha leje të hynte dhe ajo i tha: bashkëshortet e tua kërkojnë që të mbash drejtësi në raport me vajzën e të birit e Ebu Kuhafes. Dhe pastaj u kap me Aishën dhe e lëshoi gjuhën ndaj saj duke ofenduar atë, ndërsa Aisha radiallahu anha qëndronte në heshtje, duke vëzhguar të dërguarin dhe duke lexuar me bishtë të syrit reagimin e fytyrës së tij ndaj fjalëve të Zejnebes, derisa në një moment ju duk sikur po i thoshte: a nuk do t'i flasësh? Ajo e kuptoi se nuk ka gjë të keqe të mbrohesh dhe të dalësh fituese në debat. Prandaj u kthye Zejnebes derisa e mundi me fjalë, aq sa ju tha edhe përshtyma në gjuhë. Në këtë moment i dërguari i Allahut buzëqeshi dhe tha me fytyrë të gëzuar: ajo është me të vërtetë bija e Ebu Bekrit. E kush mund të krahasojë me Ebu Bekrin radiallahu anhu nga mendja e ndritur, dituria e gjerë, argumenti i qëndrueshëm dhe forca e personalitetit. E kjo ishte e bija e tij, që nuk i kishte lënë asgjë mangët babait të saj. Le të ndalemi në disa stacione të kësaj ngjarjeje. 1. Ndjenja të bukura. I shikojmë të shfaqen haptazi, sepse dashuria e pejgamberit për Aishën radiallahu anha nuk ishte e fshehur, por e ditur nga të gjithë, ai sa këtë gjë e dinin edhe shokët e pejgamberit dhe dhuratat i dërgonin aty ku ishte edhe dashuria e tij. Profeti e shfaqte këtë ndjenjë të bukur, sepse ajo është një nevojë e lindur, tregon për sosmëri njerëzore dhe pjekuri të ndjenjeve dhe të emocioneve. Ky ishte shkaku që dashuria mund të ndihej që në ajër në kohën e pejgamberit, por më vonë erdhën kohë të tjera, ku këto shenja të udhëzimit profetik u zhdukën, aq sa dhe vetëm përmendja e emrit të bashkëshortes u bë shenjë turpi, kurse shfaqja e dashurisë ndaj saj u bë vetë turpi. 2. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, të cilit i ishte dhënë gjithë autoriteti dhe ishte në pozicionin e drejtuesit dhe atij që kishte në dorë pushtetin mbi të gjitha umetin, krijoi një hapësirë të gjerë në shtëpinë e tij për lëvizjen e ndjenjave dhe reagimet emocionale të shpirtrave. Për këtë arsye, Umu Seleme foli dhe përsëriti kërkesën e saj disa herë, kurse Zejnebia bëri thirrje, u zemrua dhe u grind. Megjithatë, të gjitha këto ndodhen brenda hapësirës që kishte hapur i dërguari i Allahut për to. Nëse do të kishte dashur të ndalte këtë gjë, mund të mjaftonte qoftë edhe vetëm një shikim me zemrim ose vetëm një fjalë qortuese, sepse ai nuk ushtronte shtypje dhe shtrëngim, o silej me tolerancë dhe lehtësim. Për këtë arsye, edhe ndjenjat dhe emocionet e momentit shfaqeshin në kohën e tyre dhe përfshiheshin nga mirësia e të dërguarit të Allahut, që e deshi mirësinë dhe urdhëroi atë. Me këtë tolerancë, gruaja ndjen përsosmërinë e saj njerëzore dhe emocionet e trazuara nuk percipitojnë në mëri dhe ndjenja negative. 3. Realizimi në trajtimin e gabimit dhe vendosjen e tij nëpër masat e natyrshme. Ajo që bëri Zejnebia, për sa i përket shpifjes dhe fyerjes së Aishës radiallahu anha, ishte një gabim, ndërsa veprimi i saj para të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, derisa ajo ishte në shtëpinë e Aishës radiallahu anha dhe në organin e saj, ishte një gabim tjetër. Kjo do të mjaftonte për të ndezur një zjarr zemrimi dhe ndjenjash të kundërta tek të gjithë ata që do të ndodheshin në një situatë të tillë. Por i dërguari i Allahut e vendosi atë në përmasat e saj normale. Ai mirë kuptoi motivet e saj, që është xhelozia mes grave, burimi i vërtetë i së cilës është dashuria e tyre e madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai u mjaftua vetëm me dhënien e mundësisë së Aishës radiallahu anha që ta mbronte veten dhe nuk ndërhyri për të mos e përshkallëzuar situatën, ose do të zgjeronte rrethin e gabimit, ose do të ndiqte pasojat e tij. 4. Apeli i grave të profetit sallallahu alaihi wasallam që e mbarti Fatimia radiallahu anha dhe apeli që bëri Zejnebia i drejtoi profetit sallallahu alaihi wasallam
Bashkëshortet e tua kërkon që të mbash drejtësi. A e mendoni për një çast se këto fjalë drejtoheshin të dërguarit e Allahut, që ishte dërguar me drejtësinë dhe ishte urdhëruar që ta zbatonte atë? E kush tjetër mund të mbante drejtësi nëse nuk e mbante ai? Vallë, a nuk ishte ai që i mësoi njerëzimit drejtësinë? Pastaj krahasoi këtë skenë me zemrimin e pejgamberit kur dëgjoi se dikush kishte thënë për ndarjen e plaçkave të luftës së Hunenit. Kjo ndarje nuk është të bërë në mënyrë të drejtë. Fytyreti u skuq nga zemrimi sikur ta kishte lyer me ngjyrë të kuqe dhe tha: "E kush mund të mbajë drejtësi nëse nuk mban drejtësi Allahu dhe i dërguari i tij?" Po ashtu, në rastin kur një burr i tha: "O Muhammed, mbaj drejtësi", ai tha: "I mjeri ti. E kush do të mbaj drejtësi nëse nuk mbaj unë drejtësi? Do të jesh i humbur dhe i dështuar nëse unë nuk mbaj drejtësi." Në këtë rast, i dërguari i Allahut nuk u zemrua si në rastet më sipër, por këtë fjalë vendosi nëpër masat e saj dhe i mirëkuptoi motivet dhe shtysat e saj. Askush nga bashkëshortet e tij, larg qoftë, nuk e akuzonin atë për mungesë drejtësie, por ato i shtiu xhelozia për ta bërë këtë, gjë që buron nga gara mes tyre për të qenë sa më afër pejgamberit. Prandaj pejgamberi nuk u përball me to me zemrim, madje as nuk u aktheu mbrapsht fjalën që i thanë, dhe as nuk debatoi me to, sepse ai e dinte se ato fjalë nuk kishin atë kuptim, por i mirëkuptoi shkaqet, shtysat dhe sfondin e tyre psikologjik. Sa shumë nevojë kemi që t'i edukojmë vetet tona me vënien e fjalëve në kontekstin e tyre dhe kuptimin e shkaqeve dhe shtysave të tyre në mënyrë të veçantë në shtëpitë tona, mes bashkëshortëve, kur ndodhin disa shkarje gjuhe dhe, për shkak të tyre, hapen dosja hetimore dhe organizohen seanca marrësh në pyetje që sjellin pasojat e tyre. Edhe pse, nëse do t'i vendosim ato në kontekstin e tyre, do të kalonin pa shkaktuar dëme. 5. I dërguari i Allahut nuk e pranoi kërkesën e tyre për t'i urdhëruar shokët e tij që t'ia sillnin dhuratat në cilën do shtëpi që të gjendej, dhe jo vetëm kur ishte tek shtëpia e Aishës radhiyallahu anha, sepse nuk është e hijshme që një burr të flas njerëzve për gjëra të tilla, nga se kjo gjë nën kuptonte edhe kërkesën për t'i bërë dhurata, gjë që nuk përputhej me pozitën e tij të lartë. Për sa i përket Aishës radhiyallahu anha, ajo nuk ishte asnjë faj në këtë mes dhe as nuk mund të qortohej për dashurinë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ndjente për të, sepse ajo ishte meritueshme për këtë dashuri. A ka tregues më të madh për këtë se fakti që Allahu i Madhërisëm e kishte bekuar këtë dashuri, duke bërë që të zbriste shpallja e Allahut mbi të dërguarin e tij, ndërsa ishte mbuluar bashkë me të njëjtin organ, gjë që nuk ishte ndodhur me gratë e tjera. Prandaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam e mbajti atë larg qortimit dhe i tha asaj që ishte pjesë e trupit të tij, Fatimes radhiyallahu anha: "Duaje këtë." Prandaj i del për detyrë çdo muslimani që ta dojë profetin e tij dhe ta dojë atë që ai ka urdhëruar ta duan. 6. Vërejmë se bashkëshortet e pejgamberit vepronin në një hapësirë të madhe që ua kishte mundsuar vetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ato ishin shumë të kujdesshme që të mos e tepronin deri tek lëndimi i pejgamberit, dhe për këtë Ummu Seleme radhiyallahu anha ndaloi dhe nuk vazhdoi më tutje kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Mos më lëndo për Aishën", dhe tha: "Pendohem tek Allahu dhe i kërkoj falje atij që të kam lënduar ty, o i dërguari i Allahut." 7. Mbetet të dim pse me gjithë këtë që ndodhte mes tyre, për shkak të dominimit të natyrës njerëzore, ato ishin jashtëzakonisht të pastra nga zemra. Zejnebia që bëri këtë debat dhe armiqësi me Aishën radhiyallahu anha dhe të xhelozi të tepruar nga ana e saj, kur është pyetur për të në ngjarjen e shpifjes për nderin e Aishës radhiyallahu anha, ka thënë: "Unë e ruaj dëgjimin dhe shikimin tim. Unë nuk di për të, vetëm të mira." Kurse nga ana tjetër Aisha radhiyallahu anha po fliste për Zejneben radhiyallahu anha dhe tha: "Nuk kam parë grua më të mirë nga ana e fesë se sa Zejnebia, as më të devotshme ndaj Allahut, as më të sinqertë në fjalë, as më respektuese ndaj farefisit, as më bujare në dhënien e sadakas, as në mospëlqimin e vetes për shkak të sadakas që jepte, sesa ajo përveç një farë ashpërsie që i shfaqej për një çast." O Allah, dërgo përshëndetje dhe bekime mbi profetin dhe të dashurin tënd Muhammedin, besnikun dhe të sinqertin, si dhe mbi familjen e tij të pastër dhe mbi bashkëshortet e tij, që janë nënat e gjithë besimtarve.